Suksesi ecën me më të mirët. Kolegji Gjermano-Kosovar Hajmerer është partneri juaj në çdo hap të rrugtimit për t'u bërë profesionist shëndetësor i së nesërmes. Me dije, me përvojë dhe me zemër. Në Kolegjin Hajmerer përgatiten liderët e ardhshëm të institucioneve shëndetësore. Nga shkëmbimet ndërkombëtare, praktikat profesionale, deri tek punësimi garantuar, me programe unike në fushat e shëndetësisë, të akredituara ndërkombëtarisht. Në Kolegjin Hajmerer mund të studioni në nivelin bachelor, infermieri, logopedi, ergoterapi, teknik laboratori dhe psikologji. Në nivelin master, infermierie avancuar, kujdes shëndetësor digital, menaxhim shëndetësor, shkenca laboratorike mjekësore dhe psikologji klinike. Një institucion, një vizion, një premtim. Për momente të tilla krenarie, që shënojnë fillimin e një rrugtimi përjetësisht profesional. Mirë se vini në Prishtina e shëndetshme, në këtë seri të podcasteve që kemi organizuar me qëllim që me i ftu kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës, edhe me i diskutu ofertat e tyre politike për mandatin e ardhshëm në menaxhimin e komunës së Prishtinës. Unë jam Ilir Hoxha nga Instituti për Politika Shëndetësore dhe Sociale. Mysafir sonte kemi kryetarin aktual të komunës së Prishtinës edhe kandidatin aktual të partisë Lidhja Demokratike e Kosovës, zoti Përparim Rama. Kemi dashur me këtë podcast me ofru një hapësinë për diskutim përmbajtësor që lidhet me politikat shëndetësore, ku fokusi është përmbajtja edhe programet politike cilat kandidatët kanë me ofru për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Zotri Rama, faleminderit shumë për kohën edhe që keni gjetë kohë me ardhmë me bisedu për programin e juaj. Kënaqësi me qenë këtu me juve, Ilir. Kisha dashur me fillu me juve. Edhe ndoshta për fillojmë me ndoshta në atë kontekstin pse zoti Rama është kandidati ideal për një Prishtinë të shëndetshme. Kisha dashur me fillu ndoshta me disa shënime të vogla që i kemi mbledhur ndoshta me ekipin ton, edhe që ndoshta na lojnë përshtypjen në kuptim të potencialit juaj si kandidat për kryetar të mandat dytë për kryetar të Prishtinës. Një prej gjanave është ndoshta vetëm nëse shëtitna në Prishtinë, sa herë shëtitna edhe pse nuk dal shpesh qytet, gjithë vrejnë ai ndryshim. Ndoshta një pemë më shumë, ndoshta një rrugë më shumë, ndoshta një mural më shumë, edhe kjo ma ka dhënë një farë ndjenje pak më ndryshe ndoshta gjatë mandatit në 4 vjetëve që ke qenë kryetar. Tjetra, ajo që mu personalisht më lën përshtypje edhe është bagazhi juaj, domethënë profesional, që ka qenë karakteristik edhe në mandatin e parë, po edhe tash në dytin, domethënë që është pak problem me gjetë një match, që i thojnë tani, të atij bagazhi edhe me pas atë mundësi ndoshta na si qytetar të Prishtinës me pas një kandidat tillë. E tjetra është LDK-ja, po përshot që edhe në këtë grupin e juaj, domethënë këtë ekipën e juaj tash që po propozohet, po edhe që ka qenë, LDK-ja ka pas një ekip shumë të fortë shëndetësi gjithmonë. Historikisht kisha me thonë, tunis prej Valban Krasniqit, Izet Sadikut, Bujar Gashit, domethënë krejt kanë qenë njerëz që e kanë sipas vlerësimit tem, po munona me qenë sa më objektiv kujdesin që parsot Prishtinës në kujdeseve më kështu shembulltyr. Çka tjetër ndoshta ku marrone ose që ndoshta vlen me theksu që e bën ju me qenë ndoshta kandidat ideal për një Prishtinë të shëndetshme? Ilir, faleminderit shumë për këtë prezantim të mirë. Unë si kryetari i kryeqytetit kam thënë qysh para 4 vitesh që shëndeti fillon prej mënyrën se si qytetarët e ndiejnë veten në relacion me qytetin. Pra mundësit që qyteti u ofron qytetarëve në hapësira publike, edhe aspekti psikologjik, pra impakti të cilin qyteti dhe hapësirat në qytet e kanë
në dijen edhe nëndijen e qytetarëve në kryeqytet. Duke i pas këto elemente parasysh, mendoj që mbrojtja edhe zhvillimi i mirëfillt, i mirëqenjes të trupit të njeriut, të vetë njeriut, të qytetarëve, fillon me hapësirat ku jetojmë edhe veprojmë çdo ditë, pra aspekti urban, hapësinat publike, elementet të cilat i përjetojmë çdo ditë, janë elementet kyçe që kanë impaktin fillimisht pozitiv ose negativ në shëndetin e qytetarëve të kryeqytetit. Edhe ndoshta çka është më ndryshe përveç këto elementet të cilat janë normal, të cilat dihen që me të cilat mirën edhe profesionistët në aspektin e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve kur vetëm se janë smut. Unë mendoj që me rëndësi shumë të madhe është parandalimi, pra i çfarë do smuje. E si mundemi me bo këte, unë e kam spjegu shumë herë dhe gjithë strategjia jonë e zhvillimit urban, e transformimit të kryeqytetit të Prishtinës, fillon me qytetarin. Pra qytetarin e merr si një trup, të cilin ne duhet ta mbajmë jo vetëm të shëndetshëm në aspektin fizik, po edhe në aspektin psiqik. Intervenimet tona të cilat ne i kemi prezantu shtyjnë për një qytet ku e qetë këmsorin të parin, pra ku e stimulon interakcionin e qytetarit me hapësirat publike, ku ne kemi një numër të madh të projekteve që kemi kriju sheshe tash të shumta në përpjesë të ndryshme të kryeqytetit, të cilat gjelbrime shumë më shumë se sa që ka pas ndonjëherë, krijimin e korridoreve të gjelbërta, krijimin e hapësirave të sigurta në aspektin edhe psikologjik, po edhe fizik në qytet prej momentit kur del prej vendit ku ti jeton, ku zgjohesh ose ku punon, pra jo vetëm për të rinj, po për gjitha demografit, duke fillu prej fëmijëve, për prindër, për biznese, për të rinj, për të moshuar, pra krijimin e hapësinave të cilat e stimulojnë shëndetin në mënyrë progresive, në mënyrë automatike, edhe parandaluese, edhe e stimulojnë hecjen, e stimulojnë atë interakcionin me hapësinat publike, duke kriju elemente pozitive në zonat urbane, që edhe e shtyjnë qytetarët me hec, mas pari, me shty me hec, para se me pas nevoj për me hyp në makinë, në vetur, apo në transport publik, apo në bicikletë e trotinet. Pra, këto janë ato pikat ndoshta kyçe ku unë e shoh qytetin si një organizëm, si trupi njeriut. Si trupi njeriut. Pra, nëse një pjesë e trupit të njeriut nuk aktivizohet ose nuk punon ashtu si duhet në sink me pika tjera, atëherë aty krijohet sëmundja. Edhe atë sëmundje pastaj duhesh me operu, se nëse nuk e operon, vazhdon me u kriju, domethënë në një sëmundje vdekjeprurse që edhe e mbyt të gjithë konstruktin, të gjithë organizmin. Tash, ndryshimi mes se si mjekët i qasen kurimit, shëndoshjes të një trupi të njeriut, edhe mënyra se si unë, si urbanist, apo arkitekt, apo tash edhe kryetar komune me fuqinë vendimmarrëse, janë se mjeku, kur e shet që një pjesë e trupit, për shembull zemra, ka probleme dhe duhet me pa një intervenim, atëherë e ki anestezionin, që e fut trupin në anestezion, në flemë, derisa e pren, operon, e kep, edhe e lën periudhën kohore kur edhe e zgjon, edhe periudha kohore kur edhe shëndoshet trupi. Pra nuk ke bërtima, sepse nuk ke dhimbje, sepse je në anestezion gjatë operimit. Në kryeqytet ne nuk mundemi me i fut në anestezion të gjithë qytetarët derisa na duhet gjithsesi me operu për me zgjidh problemin e një organizmi i cili është vetë qyteti, vetë kryeqyteti. Pra intervenimet, zhvillimet e ndryshme të cilat kanë ndodhur pas luftës në kryeqytet kanë qenë të shumta, pra një energji e tanë, një energji e fuqishme edhe po them pozitive,
nëpërmjet investimeve ose nevojës të investimeve prej diasporës që kanë jetu jashtë, kanë dashur me u kthy brenda, edhe për me investu në vendet prej cilat kanë ardhur, pra në kryeqytet një numër i madh i tyne, edhe mos mundësia e sektorit publik, qysh prej pas luftës, për me planifiku paraprakisht hapësinat publike, para se me u zhvillu investimet private, kanë kriju presionet të ndryshme në për pjesë të ndryshme të kryeqytetit, të cilat e kanë hjek prej balancit krejt këtë organizëm. Çka jemi duke bo na? Ne jemi duke e kthy balancin, pra në mënyrë holistike, intervenimet tona të cilat ne i kemi si rruga Gjimgjema apo rruga A, e cila ndërlidhet me unazën e jashtme, pra është unaza e jashtme projekti kyç, projekti i parë, të cilin e kemi kry si projekt edhe kemi shty përpara për me boj, kemi pas gjitha fondet gatshme prej EBRD-s, po ja që qeveria na ka bloku, po t'ishte i krym unaza e jashtme, pra intervenimi i parë, unaza e jashtme, rruga Gjimgjema që lidh lindjen me perëndim, edhe gjithë pjesën e Prishtinës lindore dhe perëndimore, pra jug lindore, jug perëndimore, e kishte rregullu trafikun si rezultat. Po ne, vetëm se jemi duke punu pra në rrugën Gjimgjema, edhe aty kemi pas, 3 herë kemi luftu në gjykata për me na e shliru, pra blokada puro politike. Pra përveç që kemi probleme infrastrukturore të qytetit, cilat në mënyrë strategjike jemi duke intervenu në secilën pjesë, duke ndërtu tash edhe 10 shkolla të cilat kanë mungu në pjesë periferike, ku sektori privat ka zhvillu rezidenca, ku tash qytetarët prej vendeve të ndryshme kanë ardhur në kryeqytet edhe jetojnë, ka pas mungesë të elementeve tjera funksionale për me ju dhonë frym, me ju dhonë jetë, me mund këto zonat e reja për me jetu në mënyrë të shëndetshme dhe mu integru. Pra çka po bojmë ne strategjikisht intervenimet tona ndërlidhen me shërimin e qytetit në totalitet. Sepse një qytet i smur i bën edhe qytetarët e smur. Një qytet i shëndosh edhe ju ndihmon edhe stimulon shëndetin edhe të qytetit. Pra intervenimet tona tjera, sikur për shembull zgjatja e sheshit George Bush, që kemi thonë dhe do ta zgjasim deri tek. Ky është tash ai bulevardit që i lidh bulevardi, po pikërisht bulevardi që zgjatet prej sheshit Nën Terez, bulevardi George Bush që do të vazhdoj në mandatin e dytë deri tek rrethi i Flamurit, lidhet në anën tjetër me tregun e vjetër, edhe këtu do të jetë tregu i ri, krijon një shesh prej 2.6 kilometrave, përafërsisht rreth 3.000-3.500 hapave, varësisht se kush hec, 3.500-4.000 hapa. Edhe dim në bazë të shumë informatave prej shëndetësisë që nëse hecim ndite prej 5.000 deri në 10.000 hapa, atëherë jemi shumë më të shëndetshëm, pra nuk kemi nevojë as me shku në gjim, sepse është një farë mënyre gjim natyral. Ne po e stimulojmë këtë mënyrën më të shëndetshme për t'jetu, duke i lidh tash me këtë 2.6 kilometrësh, 10 lagjet më dens, më kryesore të kryeqytetit. Dardania, Ulpiana, Qendra. Po pikërisht, do të thonë Kalabria, Dardania, Knej, Ulpiana, Mati, faktikisht Prishtina e re, pastaj vazhdojmë atje me Qendër, me zonën e Prishtinës vjetër, me Tophanën, edhe lidhemi deri tek tregu i vjetër atje edhe me kodër të trimave, nëpërmjet platformës e dim tek Pallati i Rinisë, e kemi edhe ndërlidhen me Arbërin, ku për 30.000 qytetarë krijojmë edhe një hapësinë të re publike, një shesh të ri, një park faktikisht të ri, që stimulon prap një hecje jo vetëm të shëndetshme, por edhe të sigurt, sepse është një dimenzion i tjetër mes makinave, ku ecin makinat, edhe ku ecin qytetarët në këto zona. Pra, mendimi intervenimet strategjike, holistike në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, ne jemi duke e shëru qytetin në tanësi, jo vetëm qytetarët, po qytetin në tanësi, edhe ai ka me pas një impakt super pozitiv vetë në shëndetin e qytetarëve. Po m'len shumë përshtypje mënyra që shpe elaboroni. Jo nështë që i përdoret veç termat mjekësor, po edhe si vetë një banor i Prishtinës, adin e vreja të ngërqin si del në Prishtinë dhe që është një është jo bash në trafik, ose del me kry një punë.
edhe për shoqër, nëse e kuptoj mirë programin e juaj politik për këto 4 vjetët që po vazhdojnë, domethënë fokusi është në ndoshta 2 pika kryesore. Në qendër të saj, po duket që me kriju një ambient që është më i jetueshëm, më i shëndetshëm për qytetarin në baza ditore, edhe si bazë e saj, si në qendër të saj është krijimi i infrastrukturës gjelbër të cila është e lidhur edhe ja mundson qytetarit që me e realizu këto. A është e kuptoj kështu? Për shembull, ishini tash edhe për intervenimeve tona, të cilat kemi fillu, shumë prej tyre edhe i kemi përfundu. Tash së vonmi për shembull e kemi përfundu aty sheshin Recep Luci në qendër të Prishtinës, pjesa atje ku thirrën te kafet e rakis që kanë ndryshuar krejt. Në gjitha këto zona, kjo është zona qendër që rrethohet prej unazës të brendshme. Jemi tash në përfundim e sipër edhe të unazës së brendshme. Tash ideja edhe përfundimit... Agim Ramadani... Po, Agim Ramadani që shton atje te Xhamia e Llapit, masanej Tulltoria që është, vazhdon deri tek rrethi që i thojnë atje ky te stacioni autobusëve, te rrethi i madh, pastaj kthehet deri tek rrethi i Flamurit, prapa pas kalon ka soliterat e Ulpianës edhe prap rruga Agim Ramadani. Pra kjo është një unaza e brendshme e kryeqytetit, të cilën e dini që një pjesë të saj ne vetëm kemi bërë fillimisht edhe testimet për një rrugë një kashe. E kjo aspekti i rrugës një kashe prapë është një element që zgjidh, është multidimensional, se krijon tash një flow, pra një lëvizje të lirë, prej 247 mundësive për aksident, zvoglohen mundësitë për aksident në 44. Po kryeqytetet e mëdha janë vetë që si vizitore ku pa që Vjena e ka këtë njëjtën, Parisi e ka, Londra e ka, po gjitha qytetet faktikisht e kanë pas, they have no other way. Edhe kjo, çka bën kjo? Përveç që krijon një flow më të mirë të trafikut, po ashtu edhe krijon mundësi për qasje më të shpejtë të ambulancave, për shembull tek qytetarët, sepse kanë linjat e dedikuara të autobusëve, linjën e dedikuar për biçikleta, për trotineta, po e autobusëve për shembull është edhe për ambulanca, është edhe për zjarrfiks, është edhe për policë. Pra përveç që ne krijojmë dhe stimulojmë një lëvizje ashtu një flow më të mirë, edhe e kemi një qasje shumë më të lehtë, më të shpejtë tek qytetarët tanë në rast nevoje. Ne tash këtë, po ndoshta po ndërlidhem shpejt edhe me aspektin e emergjencave. Vetëm ristrukturimi i pikave emergjente që e kemi bë, e kemi ngrit efikasitetin për 21 sekonda, për si ka qenë më parë. Ju e dini si mjek që 21 sekonda e shpëton diferencë madhe diferencë madhe në shpëtimin e jetëve. Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur qysh para 3 vitesh, domthonë që ne me ristrukturimin e pikave edhe kemi mrit një ashtu qasje shumë më të mirë, më të lehtë dhe më të shpejtë. Po paralelisht me te, po them që ne kemi marrë edhe masa tjera të cilat për shembull edhe e mirëmbajnë vetë shëndetin e ekipeve tona. Për shembull kemi këta ofrojmë edhe fizioterapi për mjekët tonë, për emergjencat, për zjarrfiksit tonë, pra i kanë pa pagesë, shërbime në kuadër të kujdesit primar. Në kuadër, po ata faktikisht janë të veçantë, të veçum, këto zjarrfiksit, doktorët në emergjenca, janë, domethënë i kemi ashtu çdo javë kanë qasje në fizioterapi, me parandalu ose me nejt gati njerëzve të cilët shpëtojnë jetët e qytetarëve tonë. Pra, mënyra se si ne i qasemi shëndetit të qytetarëve, po them është holistik edhe fillon prej shërimit të kryeqytetit. Aspektet tjera të cilat është me rëndësi ndoshta edhe me i përmend janë shkollat, se tash shëndeti i qytetarëve ndërlidhet me infrastrukturë tjetër.
është 10 shkolla që jemi duke i ndërtu në pjesët periferike ku vetëm se kemi zhvillime rezidenciale, ju ndihmojnë prindërve tash mos me pas nevojë me hyp makinës, me u bë pjesë e trafikut, edhe me shku në shkollat në qendër, si Hasan Prishtina, si Ismail Qemali, si Dardania, shkollat e Dardania. Pra aty kemi të bëjë sot me... Që mësën qytetarët me udhëtu prej... Qytetarët sot për shembull prindërit janë me stres të madh. Prej lagjës 2-3 kilometra larg vjen... Momentin kur ata i hypin makinës, janë stres vetë, se janë pjesë e trafikut, i stresojnë fëmijët e vetë, se prap janë pjesë e trafikut. Me shkollat të cilat janë të stërngarkume, ose kanë qenë tash kemi fillu me mësim tërditor, flasim edhe për te, do më thonë, në aspektin sistematik, holistik, jemi duke intervenu në elementet të ndryshme që kanë qasje të drejt për drejt në shëndetin edhe mendor, edhe fizik të gjitha moshave në shëndet. Jam kurioz me ditë qysh keni ardhe i të këto ide që mu po më pëlqejnë shumë, por edhe më kanë pëlqyer edhe derisa janë shpalos në mandatin e parë. Po faleminderit. Po bëni studimet fisibilitetit apo janë ekipi juaj? Unë e dini që jam i fushës, jam urbanist, jam arkitekt edhe studimet e qyteteve të ndryshme në botë edhe intervenimet, faktikisht projekte të ndryshme që kam pasur për vende të ndryshme janë pjesë e profesionit tim. Janë diçka sikur ju si doktor që keni shëndetin e njerëzit, unë i qasem dizajnimit urban, pra të një qyteti, intervenimeve urbane i shoh si pjesë përbërëse e shëndetit të qytetarit. Pra fillojmë prej qytetarit në qytetin, prandaj prap të qytetari. Edhe këto kam punu, po them, me ekipet të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, po ashtu me qytetin tim jam i ndërlidhur shpirtnesht me Prishtinën, e du Prishtinën edhe më kanë interesu gjithmonë se si punojnë qytetet, si operojnë qytetet, edhe jam interesu që të ndihmoj kryetarët e komunave paraprak që kanë qenë këtu. Pra, qysh para 20 vitesh jam marrë me Prishtinën, më ka interesu çka po ndodh edhe kam analizu pjesë të ndryshme të kryeqytetit dhe i kam ofru zgjidhje edhe këtyne kryetarëve të mëparshëm. Mirë po e kam pa që nuk kanë intervenu, sepse nuk e kanë kuptu organizmin, qytetin si organizm. Nuk e kanë kuptu atë... Do që kur su kuptu deri në pas luftë. Nuk e kuptu, edhe unë po them kur kam marrë, gjithmonë kanë thonë, po çka po lypti këtu, se Prishtinës veç duhet me jashtin një bombë, me rrëzu krejt edhe me fillu prej fillim. Nuk është e vërtet. Prishtina e ka një shpirt të mrekullueshëm, i cili normal që është ngulfat në pika të ndryshme, edhe duhet me ndihmu Prishtinës me pru atë shkëlqimin e vetë të mrekullueshëm që e ka si një qytet me karakter unik në botë. Edhe ndijnë edhe qytetarët ose vizitorët të cilët vinë tash në kryeqytet, ndijnë atë energjinë pozitive që ka kryeqyteti, që kanë qytetarët tanë, kemi qytetarë ashtu kreativ, inovativ, me një karakter ashtu mikprit, edhe kemi këtë kulturën e kafeve të zhvillume, mysafirin e tjera, pra ne çka po bëjmë tash, po stimulojmë, po them, po i ndërlidhim elementet të cilat kanë fillu me e shky, me ngre qytetin në anë të ndryshme, me e trajtu jo si një totalitet, po kjo është e imja dhe në du veç kënej, ose dikush të e ngren këtë anë, se cili të ngren. Për këtë ka qenë shumë me rëndësi, sepse e dini që qyteti përbëhet prej komuniteteve të ndryshme, prej bizneseve të ndryshme, prej grupeve të interesit të ndryshëm, edhe nuk e ka pas asnjëherë askënd me menu për qytetin. Pra gjithmonë dikush kanë mendu për veti, për grupet e veta, edhe politike, partijake, private, të interesit, të komunitetit e tjera. Pra nuk ka qenë dikush që ka mendu për qytetin si në totalitet. Që ta kemi një vizion, një mision, se ku dojmë ne me që qytetin. Veç në atë vizion, për shot që keni afru edhe plot ekspert nivelit dërkomtar, Unë i për shembull disa vetat që i njoh edhe personalisht që janë prej shkollës Gracit, domethënë që janë pjesë, domethënë nuk e din çfarë
funksionet sakta, po edhe në komunikimin që patëm me ekipin e juj, derisa organizuam këto ke impresive, domethënë shpejtësia, edhe pse koha shumë e zonën, qasja ke shumë ekspeditive që me ju paraqit kësaj kërkese tonë. Po, faleminderit shumë, po më janë mirë, kur ndëgjoj fjalë të mira edhe për ekipën time, është e vërtetë kam një ekip të mrekullueshme, të cilët e bëjnë punën e tyre me pasion. Asnjëri prej tyre këtu nuk është pse ka nevojë me qenë pjesë e ekipës time, sepse të gjithë janë profesionistë, janë profesional që kanë lënë punë tjera për me ardhur me ju bashkangjit një vizioni transformues për kryeqytetin. Të gjithë besojnë edhe e dojnë kryeqytetin, edhe besojnë në vizionin të cilin ne vetëm e kemi paraqit para 4 vitesh, edhe tash po vazhdojmë me transformu nëpërmjet asaj çka e kemi paraqit, që po them është për të mirën e secilit qytetar, edhe unë jam super optimist që Prishtina jo vetëm që do të jetë një qytet ashtu që vazhdon të jetoj, po do të jetë qytet që lulëzon, pra thriving city, si rezultat i gjitha këtyre intervenimeve që tash jemi duke i bë, që nuk pres që qytetarët me i kuptu tash, po i kuptojnë momentin kur vinë bashkë. E marr me shembull, për shembull... Ka nevojë ndoshta për më shumë komunikim me qytetarë, okej, ndoshta me aktorët politik, edhe po është dyqysh si Mission Impossible, po ndoshta me qytetarë, mendoni që ndoshta ja vlen pak më shumë me i kyç në proces? Po, kyçja e qytetarëve në proces faktikisht është pjesë edhe se si ne edhe i zhvillojmë projektet. Kemi pas takime të shumta që nga fillimi, me pjesë të ndryshme, me lagje të ndryshme të qytetit të qytetarëve, edhe këtë e bëjmë ton kohën. Normal që asnjëherë nuk është boll që thonë. A bën ju, ndoshta më u kallëzu një prizëm se për shembull një prej problemeve që pe kam unë vetë si qytetar vetë i Prishtinës. Edhe plot tjerë na nuk po mujmë pa këto ide të mrekullueshme që po i elaboroni sot. Domthonë për zhurmës mediale, për zhurmës mediave sociale, po shumë vështirë, edhe një për arsyeve pse kemi nisë këtë iniciativë është që me ofruni hapësinë ku mujmë me dëgju realitetin, cilin nuk po është e mundshme me pa. Ndoshta bashkë për që ato ka nevojë adin në një masë më aktive me zgjedhë ndoshta një formë ku qytetarët e kuptojnë më mirë, si unë tash edhe tjerë ndoshta që dëgjojnë këtë emision. Ne po them këtë vazhdimisht e komunikojmë, mirë po nuk mundesh ndoshta me komuniku mjaft, sa dhe ishte dashur, prandaj ju falenderoj shumë edhe juve që e keni kriju këtë platformë për bisedime ku edhe mundemi me diskutu vizionin, qasjen edhe se si ne po e vazhdojmë këtë procesin e transformimit të kryeqytetit për të mirën e të gjithëve. Pra gjanat të cilat i kemi paraqit, pra janë po them një mendim holistik, pra i tanësishëm. Edhe intervenimet nuk janë ashtu intervenime lineare që kryjnë punën vetëm në pikën ku bëhet intervenimi. Pra janë pjesë një mozaiku të intervenimeve që kur të bëhen bashkë, ndodh ajo mrekullia, ndodh transformimi. Sa kohë duhet me prit me ndodh? Unë kam thënë 8 vite, domethënë tash jemi, po bëhen 4 vite, 10 orë me 7-10 orë bëhen 4 vite, i kemi edhe 4 vite ku edhe vizionin të cilin e kemi prezentuar para 4 vitesh do të kompletohet. E kam marrë një shembull, për shembull uji. Uji është i përbam prej atomeve të hidrogenit edhe një oksigjen. 2 hidrogena, 1 oksigjen. Nëse i ndon 2 hidrogena veçmas edhe 1 oksigjen, edhe i shikon si atome, parametrat e tyne nuk kanë asnjë ngjashmëri me ujin. Kur i bën bashk, ndodh mrekullia, ndodh uji, uji i cili faktikisht është jeta e vet këtij planeti. Edhe këto intervenimet, tash vetëm një shpjegim i thjeshtë, ndoshta rruga B tash po lidhet me rrugën A, edhe rruga A po lidhet me Veternikun. Tash prej këtu edhe mundemi edhe me pa, krejt qytetarë të cilët banojnë, jetojnë, veprojnë për shembull në Kalabri, edhe në Prishtinën e Re, në Breg të Diellit,
pra në këto pjesë të kryeqytetit, në Ajvali, nuk ka nevojë më me ardhur dhe me hi në qendër për me shku tash me u kthy prapë në Kalabri apo në lagje, po hi në mënyrë të drejtë për drejtë në këto lagje. Kjo për shembull është vetëm një element. Kur ta shpojmë këtu në Veternik, e cila ka qenë detyrë e Ministrisë të Infrastrukturës, po ja që s'ka ndodhur ende, po ne do ta marrim dorë tash, do ta bëjmë vetë në mandatin e dytë. Momentin kur ne e shpojmë edhe bëjmë lidhjen tash të Prishtinës të re nëpërmjet rrugës A me Mshir, i lidhim këto dy zona edhe fillojmë menjëherë punimet për me lidh pastaj me një platformë, me një shesh të ri Dardanin me Kalabri. Edhe duke i fut makinat pra për fundit. Tash janë përmi, e bëjnë shkëputjen fizike të qytetarëve të një zone dhe zonës tjetër, derisa me intervenimin ton e bëjmë një park të ri edhe bashkimin fizik të dy zonave të mëdha kyçe të kryeqytetit, Dardania edhe Kalabria. Automatikisht këtu e kemi një ndjeshmëri tjetër të qytetarit me qytetin, sepse po krijojmë platforma të sigurta ku nanat me fëmijë, prindërit me fëmijë, të moshuarit mujnë me dalë me hecë edhe me u kënaq, edhe me socializu, me u shoqënu me qytetarët tjerë, po edhe me pas një qasje të drejtë për drejtë në kam në sheshin i cili do t'jetë deri tek sheshi i Flamurit. Gjitha këto pika, pra unaza e mbrëmshme janë me pika parkingje nën toksore, ku prej këtyne parkingjeve nën toksore në zonën qendër mrin brenda mas larti 500 metra në kom. Edhe në bazë të analizave të qytetet tjera si Kopenhaga, si Stockholm, tash edhe Londra faktikisht, njerëzit nuk kanë problem për me hecë deri në 500 metra, nëse ishtin me hecë pak ma shumë se 500 metra për me mri dikun, atëherë dojnë me pas ose me hy makinës, ose me përdor në skutera, biciklet, ose trafik urban. Edhe ky mindset pra është baza e të mendumit, e filozofisë, e teorisë në intervenimet tona në gjitha pjesët e kryeqytetit. Po më vjen shumë interesant me ndëgju këto. A është kjo tash një formë të master plan qytetit? A është do të vazhdojmë me u punu këto, apo është e finalizuar kjo? Jo, absolutisht. Ne faktikisht jemi duke vazhdu me punët, me ekzekutimin e tij. Me ekzekutimin e këtij vizioni. Pra kjo është një master plan, një vizion të cilin kemi paraqit para 4 vitesh, që tash po e bëjmë realitet. Mirë po them tash që jemi edhe fitues edhe një koqir të lojrave mezetare të Prishtina 2030, pra është edhe me rëndësi shumë të madhe, mundësi e madhe që Prishtina e gjithë Kosova me përfitu maksimalisht si rezultati këtyre lojrave, edhe unë e kam cek qysh para 2 vitesh e ma përpara kur edhe kemi marrë lajmin e mirë për lojrat mezetare, kam insistu në bashkëpunim me qeverin, po ja që e kemi një qeveri që vetëm blokon e saboton për fat keq, sepse thot që një mindset të mrapsht, pra një mendësi të mrapsht të politikanëve tonë që bëjnë opozitarizëm destruktiv, jo konstruktiv, ose e shohin që ti je që duhet me t'nimu veç nëse je pjesë e asoj partije. Nëse si atëre duhet me ta bloku ty qytetin. Nuk më blokojnë mu, janë duke i bloku fëmijët tonë, janë duke ja u vjedhë të ardhmen fëmijëve tonë, pikrisht këta politikanë që thiren si patriot, që thiren në emër të kombit, pra e bëjnë krimin më të madh mundun për qytetarët tonë, duke bloku ose duke tentu blokimin e kryeqytetit, sepse kam pa që neve nuk mujnë me na bloku. Ne vazhdojmë me punime, edhe nuk do të ndalemi. S'pe kuptoj këtë mentalitet, zotri Rama, me të thënë drejtën, s'pe kuptoj se kjo është, po. Edhe nuk është nështë veç në rastin Prishtina me... Jo, nuk është, ne po e shoh që po i blokojnë edhe komuna tjera. Që nështë po vjen vazhdimisht të theksu ma shumë, po gjithmonë ma i fort është në Prishtinë, ku mungon një farë kulture me definu edhe mës me nguc interesin e përbashkët. Apo besoni që do të ndryshon kjo situatë? Besoj që po, edhe nuk ka qare pa ndryshu, sepse për fat të mirë jetojmë në demokraci ende, përkundër faktit që ka tentim për autokraci, jetojmë në demokraci edhe qytetarët e kanë fuqin për me ndru qeveri edhe me ndëshku politikanët të cilët mendojnë mrapsht, të cilët janë blokues, të cilët faktikisht janë demagog,
ose flasin filozofina të pavërteta edhe në bazë të tyre mendojnë të rizgjidhen. Pra, mendoj që kemi mri si kryeqytet apo edhe si shtet, tash jemi ende teenagerës, 17 vjetë, po e kalojmë tash edhe pak këtë teenager lakun dhe mendoj që politikanët e ardhshëm do të zgjidhen ata që janë me një mendësi të shëndosh, që së pari e fusin në fokus të mirën për qytetarët, për vendin, e jo inatet apo mendësinë e ngushtë, private, personale, partijake apo klienteliste, e cila ka zotëru për fat keq deri tash në vendin tonë. Nështë kisha pas që vetëm një kthes nështë në këtë pjesën që lidhet nështë me kujdesin primar. Vetë marrë edhe me institucionet që punoj, marrë shpesh pjesë në vlerësimin e projekteve të ndryshme, ndërkombëtare. Edhe vazhdimisht komuna e Prishtinës është si shembull për të mirë. Nëse merr screeningun për kancer të gjirit, Prishtina është një prej qendrave më të suksesshme. Kancerin e screeningit të qafës mitrës, prap Prishtina është shembull. Nëse merr për vaksinimin e organizimin e vaksinimit, prap është sukses edhe për shtypjen në disa vlerësime, domethënë vetëm këtë vit, kanë qenë pjesë e 3 projekteve ndryshme që kanë bërë vlerësime, dhe gjithmonë Prishtina del mirë. Domethënë ky trend që pak a shumë e ka përcjell Prishtinën në kujtim të organizimit të kujdesit parësor, a do të vazhdojë edhe matutje? Unë e pash si një pjesë e programit juaj është organizimi i rrjetit të kujdesit familjar. Po flitet këtu për këtë iniciativën me projektin e AQH të zviceranëve që po synon me organizu zonimin e mjekëve familjar, apo për çfarë është fjala? Ne tash normal që sistemi parësor për shërbimin ndaj qytetarëve, tash e kemi sistemin i cili është, nëse e din, është faktikisht i ngjajshëm apo i njëjti me sistemin britanez. Është i akredituar edhe është i njëjti ku kemi GP, po General Practitioner apo mjeku i familjes, mjeku familjar, edhe i zonum, pra në për zonat të ndryshme, pra qytetarët duhet me u regjistru, me tregu që jetojnë në atë zonë për me marrë shërbimin në atë zonë, edhe kjo edhe krijon një strukturim shumë atë mirëfillt, edhe qasje shumë atë mirë, më të shpejt edhe më profesionale ndaj qytetarëve në për gjitha zonat e kryeqytetit. Shtoja kësaj ku edhe kemi investu shumë në gjitha qendrat mjekësore familjare në gjithë komunën e Prishtinës, edhe në për zonat rurale, ku tash ofrojmë shërbime, për shembull kemi investuar edhe në mamografi, pra për parandalimin e kancerit të gjirit, mitrës, edhe faktikisht mjetet tona të cilat i kemi tash këtu në qendrën mjekësore familjare të re në Veternik janë më të mira se që i kene në QKUK, pra janë të nivelit botror edhe shërbimet janë po ashtu të nivelit shumë të lartë dhe i falenderoj ekipës time me doktor Izetin që e bën këtë me shumë pasion e me zemër. Tash e kemi edhe doktor Bujarin si pjesë të ekipës edhe kemi pas faktikisht, po kemi një ekip të mrekullueshme që ndërlidhet ngusht, po them ky shërbimi ndaj qytetarëve është prioritar, është primar për neve, po që ndërlidhet, po them, edhe me zhvillimet urbane që me parandalu nevojën për me ardhë edhe tek shërbimet primare të cilat tash i kemi shumë të sofistikume, e normal që do të vazhdojmë me përmirësimin e më të tjeshëm edhe në për zonat e reja tash janë duke u zhvillu, se tash kemi edhe qytetin smart që po vendosim edhe sensora në përndotjen e ajrit edhe për evaluimin edhe e ajrit në për secilën klasë në shkollat tona për me mbrojtë shëndetin e fëmijëve tonë. Pra tash kemi data apo informata të drejtë për drejta me nivelin e kualitetit, që ajo normal nëse niveli është i duhur, i shëndetshëm, atëherë dhe fokusi i fëmijëve tonë në mësim është i nivelit shumë të lartë, pra po e ngrisim edhe
mundësinë e fëmijëve tanë për me qenë më të fokusuar dhe me nxonë mësimin shumë më lehtë dhe më mirë, duke i ofruar hapësira më të shëndetshme, edhe kualitetin e ndryshimit në klasë, pra ajri, ndryshimi, nutricionizmi, edhe me mësimin tërditor tash edhe po i ushqejmë me ushqim i cili është i dizajnuar prej nutricionistëve për me mbrojt, pra për me pas një parandalim të problemeve të cilat vijnë në të ardhmen. Pra është, po e përmendi, është një mindset, një mendësi holistike ku shërbimet e ndryshme ndërlidhen me njëna tjetrën për me ofru një shërbim të tanë për secilën pjesëtar të qytetit, për secilën demografi, prej më të vegjëlve deri tek të më moshuarve. Tash po jemi duke bë projekte tash edhe për Britania i ka në aspektin këto Maggie Care Centers për shërbime paliative për qytetarët me nevojë. Prap edhe ajo është diçka që deri tash vizitat shtëpiake, ato vetëm janë, i kemi më shumë se 3.800.000 vizita që kemi pas shërbime gjatë vitit si kryeqytet. Pra janë gjitha këto pjesë e një sistemi të tanësishëm për me qenë shumë më afër qytetarit. Një gjatë tjetër interesant që më kalon përshtypje është partneritetet me organizatat ndryshme shoqërisë civile drejt iniciativave të ndryshme. Për shembull, një prej tyre ka qenë në partneritet me UNDP-n për hapësirat e gjelbërta, një prej tyre është me Down syndrome, një tjetër me aksione për nëna dhe fëmijë, të gjitha në funksion të aspekteve të ndryshme të shëndetit. A është diçka që do të vazhdojë gjatë mandatit të ardhshëm? A është diçka që e bëni në mënyrë proaktive apo ndoshta reaktive? Jo, kjo është, po them, tash që s'di si thonë, systems thinking. Pra strategjia për me menu në mënyrë sistematike, ku jo lineare, po multidimensionale, në qasjen e zgjidhjes të problemeve, ku ti identifikon partnerët lokal, partnerët ndërkombëtar, shërbimet e ndryshme dhe nevojat e qytetarëve, ku edhe krijon network, krijon rrjet të mundësive të shërbimeve për nevoja të ndryshme, për qytetar me nevoja të ndryshme. Pra nuk munden sistemet me qenë të centralizume, apo të monitorume në mënyrë lineare, sepse ke çka thirret bottleneck, do thonë nxinën krejt edhe informata nuk hec. Kapaciteti për me mbikëqyr zvoglohet edhe pamundson edhe ke kaos, trafik, blokada. Derisa na atë sistem e kemi decentralizu, prej një sistemi linear, kemi kriju sistem multidimensional, ku edhe tash informata ka mundësi me kalu në mënyra të ndryshme, prej pikës A në pikën B, prej aty ku ka nevojë edhe prej nga vjen shërbimi për me kryu atë nevojë. Pra kemi institucione të ndryshme që kryjnë shërbime të ndryshme, si UNDP për shembull, ku ne kemi pas fonde për zhvillime tash për shembull në aspektin e artit, në aspektin e kulturës, të cilat i kemi ndërlidh me aspektin e arsimit, ku nëse kishim shku në për procedurat tona kishte me zgjatë shumë edhe nuk i kishim pas profesionistët e fushave, po i kemi pas që institucionet ndërkombëtare kanë profesionistë të nivelit të kalibrit më të lartë që mujnë shërbimet që nevojitin qytetarëve tanë me kry, me procese shumë më të përshpejtume, më profesionale edhe në aspekt më ekonomike se sa si kishim bën në mënyrë centralizume prej institucioneve tona. Faleminderit shumë për këto elaborime. Po vim nështë në kohë ku nështë gradualisht du të me përmbyll këtë bisedë, përkundër dëshirës nështë që me vazhdu. Nëse ishi mundu me përmbyll me një mesazh këtë podcast me juve, zotri Rama, me një mesazh të ju jenë pse nështë ju jeni kandidati ideal për një Prishtinë shëndetshme,
Cili kish me qenë ai mesazhi juaj përmbyllës? Po unë ndoshta e kam përmendur edhe më përpara derisa mjekët e kuptojnë trupin e njeriut ashtu në mënyrë detale, urbanistët e kuptojnë qytetin si një trup në mënyrën më të mirë të mundën, edhe mendimet, po them edhe planifikimet edhe vizioni holistik i intervenimeve të ndryshme në kryeqytet e shëron vetë qytetin, edhe qyteti e shëron njeriun. E njeriu i shëndosh vazhdon me kriju qytete të shëndosha. Faleminderit shumë për prezencën e juaj. Kjo ishte Prishtina e shëndetshme me zoti Përparim Rama, kryetarin aktual të komunës Prishtinës, edhe kandidatin për kryetar të komunës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju faleminderit për që na përcjellët deri më tash, edhe ju ftoj që edhe në podcastet e ardhshme të përcjellni kandidatë të tjerë për kryetar të komunës Prishtinës. Çdo të mirë. Faleminderit Ilir. Faleminderit. Kënaqësi. Ke shumë kënaqësi. Absolutisht. Një kontribut i vogël edhe që me keep people informed. Absolutely. You go in media, atë veç një piskati ku e goditi këto. Suksesi ecën me më të mirët. Kolegji Gjermano-Kosovar Hajmerer është partneri juaj në çdo hap të rrugtimit për t'u bërë profesionist shëndetësor i së nesërmes. Me dije, me përvojë dhe me zemër. Në Kolegjin Hajmerer përgatiten liderët e ardhshëm të institucioneve shëndetësore. Nga shkëmbimet ndërkombëtare, praktikat profesionale, deri tek punësimi garantuar, me programe unike në fushat e shëndetësisë, të akredituara ndërkombëtarisht. Në Kolegjin Hajmerer mund të studioni në nivelin bachelor, infermieri, logopedi, ergoterapi, teknik laboratori dhe psikologji. Në nivelin master, infermierie avancuar, kujdes shëndetësor digital, menaxhim shëndetësor, shkenca laboratorike mjekësore dhe psikologji klinike. Një institucion, një vizion, një premtim. Për momente të tilla krenarie, që shënojnë fillimin e një rrugtimi përjetësisht profesional.